Zyra e Rregullatorit për Energji ka propozuar një rritje prej 15% të çmimit të energjisë elektrike duke filluar nga muaji prill. Kjo rritje vjen pas kërkesave të 3 kompanive të sektorit të energjisë në Kosovë, Cost, Cats dhe Casco, të cilat thonë se nevoja për shtrenjtimin e rrymës lidhet me kostot e larta të importit të energjisë elektrike. Lidhur me këtë, Luan Hasanaj nga Let's Do It Kosova, në një intervistë për Arbrash Info, ka folur për fushatën asnjë cent më shumë, ku i ka ftuar qytetarët e Kosovës që të bashkohen për të kundërshtuar këtë propozim. Ai ka vlerësuar se rritja e çmimit të rrymës në këtë kohë do të ndikojë në mirëqenien e qytetarëve, duke prekur më së shumti shtresat e varfra të shoqërisë. Arsyeja kryesore është vetë mirëqenia e qytetarëve secilit prej nesh, pra është e pamundur të jetosh në këtë vend dhe të përballësh çdo ditë me rritje çmimesh në çdo sferë dhe të shikosh që tani duke mos mjaftuar gjitha ato të rritet edhe çmimi i energjisë elektrike dhe të qëndrosh indiferent. Kështu që qëllimi kryesor i kësaj është pikërisht të kundërshtojmë një vendim i cili na prek secilin prej nesh, na ndikon në mirëqenien tonë, mos flasim për shtresat më të varfra të shoqërisë, të cilat edhe ashtu me zia dalin, edhe lëre më tani duke ju rrit tarifat për 15% të energjisë, të cilat më pas do të përcillen me rritje zinxhirore të çmimeve të produkteve bazë dhe të çdo produkti tjetër. Andaj definitivisht arsyeja pse e kemi themelu këtë fushat, e kemi fillu një, nëse mund të themi, rezistencë ndaj këtij vendimi të gabueshëm është pikërisht interesi i qytetarëve. Rritja e energjisë në këtë kohë, sipas tij, është e pamundur në krahasim me pagat që kanë qytetarët. Nëse ne këtë krahasojmë me le të themi pagat e qytetarëve, me tyrat që ata i marrin, me gjendjen socioekonomike të tyre, do të thotë rritja e çmimit në këtë kohë është pothuajse e pamundur, sepse më të vërtet do ta s'po them pamundsoj, po do ta vështirësoj në mos shumë të madhe jetën e secilit prej nesh. Po ashtu nuk duhet të harruar faktit që Kosova po ashtu mundet dhe ka kapacitet prodhimit të energjisë elektrike deri në 800 MW. Dhe në kohën që jemi tani ne po hymë në sinin e pranverës dhe verës ku konsumi i energjisë elektrike është më i vogël dhe logjikisht nuk ka nevojë ndoshta edhe për blerje gjatë kësaj periudhe. Tutje, ai pohon për kundër rritjes së energjisë, askush nuk mund të garantojë se do të ketë furnizim të pandërprer me energji. Me këtë rritje nuk sigurohet një qëndrueshmëri energjetike, pra kush na garanton ne që edhe nëse po bëj kjo rritje energjisë, që ne do të kemi rrymë. Pra ne jemi dëshmitarë se jemi ballafaçu qoftë në fund vitin e kaluar, qoftë në këtë fillim vit me reduktime shumë të mëdha të energjisë elektrike. Pra me gjitha këto blerje, këto çmime të shtrenjta që janë, ne përsëri kemi krizë energjetike. Pra rregullatori për energji elektrike nuk na ka thënë asgjë përveç që vendimit që ne po duam të arritim çmimin. Pra as nuk ka ofruar ndonjë plan, le të themi, nëse po duan të bëjnë investime në transmision apo përmirësim të rrjetit, do të thotë as edhe një prej këtyre planeve, edhe si proces është komplet jo transparent. Andaj absolutisht është i papranueshëm si propozim dhe ne do ta kundërshtojmë me të gjitha format e mundshme demokratike. Interesimi i qytetarëve për një iniciativë të tillë, sipas tij, është mjaft i madh. Po sigurisht qytetarët janë shumë të shqetësuar në lidhje me këtë që po pretendohet të ndodhë, sepse e thash edhe më herë se qytetarët i prek direkt kur mjafton të krahasohen, se po mbien ta përsëris, mjafton të krahasohen tyrat që ata i marrin dhe nëse ju shtohet mandej edhe 15% rritja e çmimit
që prej energjisë e deri të gjitha produktet e konsumit ditor, atëherë imagjinojeni se në çfarë situate do të jetë shoqëria. Ne e shohim një interesim shumë të madh të qytetarëve që të kundërshtojnë këtë vendim me gjitha format e mundshme. Spari, ne kemi krijuar fillimisht një grup të vogël në Facebook, i cili tani më i ka mbi 1300 anëtar, por nuk është që po merremi vetëm me Facebookun, pra ne jemi duke zhvilluar takime, konsultime të rregullta edhe me aktorë tjerë jashtë rrjeteve sociale, pra duke u munduar që sa më shumë ta shpërndajmë informatën te qytetarët, sepse qytetarët duhet të informohen sa më shumë në lidhje me këtë që po ndodh. Gjithashtu duhet nga këtë të falenderoj edhe mediat për punën e madhe që po e bëjnë që kjo informatë të shpërndahet tek qytetari, dhe jam i bindur që me këtë mobilizim, me këtë angazhim të gjithëve, ky vendim do të sprapset. Hasana i thot se deri më tani nuk ka pasur ndonjë reagim nga krerët e institucioneve shtetërore. Nëse flasim për institucionet siç janë qeveria apo ministritë e linjës, absolutisht jo, do të thotë nuk kemi as edhe një reagim, edhe pse dihet roli sa ndikim ka qeveria e Republikës Kosovës tek zyra rregullatorit për energji, pasi që bordi i asaj agjencie është i përzgjedhur nga Kuvendi i Kosovës përmes procesit të rekrutimit nga qeveria. Mirë po nuk është as edhe një reagim prej anës tyre. Reagime ka pasur përveç, le të themi, Oda Ekonomike e Kosovës, do të thotë dhe organizata e hotelierëve, gastronomët, pra janë disa shtresat që i prek, mirë po jo institucionet. Nëse kundërshtimet e dërguara tek ZRE-ja nuk sjellin reflektim, ai paralajmëron organizim të një proteste masive. Tani më jemi në përgatitje edhe të dërgimit të kundërshtimeve tona tek ZRE-ja, shtafati ligjor deri me datën 28. Pas dërgimit tyre ne do të presim nëse eventualisht mund të ketë ndonjë reflektim prej anës tyre. Dhe nëse jo, atëherë hapi tjetër është organizimi një proteste masive ku do t'i ftojmë të gjithë qytetarët që së bashku të dalim dhe ta kundërshtojmë këtë vendim të dëmshëm. Ndryshe, ZRE-ja bën shqyrtimin dhe caktimin e përvetshëm të tarifave të rrymës, të cilat shpallen çdo 1 prill dhe vlejnë deri më 31 mars të vitit pasues. Vitin e kaluar, ZRE-ja e uli çmimin për konsumatorët komercial dhe industrial për 3%, por një vit më herët, më 2023, tarifat u rritën për 15% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Aktualisht, për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi i rrymës gjithë ditës është 7,79 cent për kilowatt, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogarit me çmim prej 14,45 centësh. Nga ora 22 deri në 7 të mëngjesit, çmimi për kilowatt është 3,34 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kW dhe 6,81 cent për ata që shpenzojnë më shumë.